Kryeministri Hristia Mickovski ka fituar në gjithsej 54 komuna dhe në qytetin e Shkupit si njësi e veçantë e administrimit në zgjedhjet lokale që përfunduan me 2 nëntor në Maqedoninë e Veriut. Koalicioni vlen renditet e dyta në nivel shteti me 9 komuna të fituara. Ky koalicion mbështeti edhe Mendi Qirën, kandidatin e pavarur që fitoi Strugën. Vlen ka fituar në Tetov, Çajir, Dibër, Saraj, Haraqin, Tears, Zhelin, Bogovin dhe në Dollnen. Sot përfundimisht u rrumbullaksua ndryshimi tek shqiptarët, Vlen arriti fitore bindse thuajse në të gjithë komunat ku ishin në balutazh. Vlen është forca e ditë në nivel të shtetit. Lidhja Social-Demokrate ka siguruar 6 komuna, ndërsa Aleanca Kombëtare për Integrim ka fituar 4 komuna, edhe atë në Studeniçan, Likov, Pllastnicë dhe Çashk. Nga koalicioni AKI thanë se e pranojnë rezultatin e zgjedhjeve me përgjegjësi. Ne kemi fituar shumicën e votës popullore në mbar vendin, apo më mirë të thuhet të votës kombëtare në këto zgjedhje. Me mbi 23.000 vota më shumë, por nuk kemi arritur të fitojmë garën për kryetar të komunave. Ky është një mesazh kompleks që ne e pranojmë me respekt dhe përgjegjësi. Ndërkohë me nga një komunë do të udhëheqin partia e Maksim Dimitrievski dhe Unioni i Romëve. Partitë shqiptare në këto zgjedhje kanë humbur komunën e Kërçovës dhe atë të Brvenicës, që për shumë vite udhëhiqeshin nga kuadro shqiptar. Këto 2 komuna i ka fituar partia e kryeministrit Mickovski. Në 4 komuna të Maqedonisë së Veriut, ku nuk u arrit censusi i daljes në votime, do të organizohen zgjedhje të reja.